ky kapërcimi tek faza e dytë. Unë besoj që në këtë mënyrë. Unë besoj që do vi, ju po t'i dëgjoni aty në mikrofoni, ka thirrje të vazhdueshme, vinë intelektualët, edhe nga ata që kanë mikrofonin. Po të shikosh rrjetet sociale në javën e fundit, ka diskutime të jashtëzakonshme mbi intelektualin. Çfarë është intelektuali, pse nuk vjen intelektuali, pse nuk ne kemi arritur atë fazë. Fakti që diskutohet, fakti që debatohet, do thotë që po krijohet hapësira për të marrë fjalën dhe intelektuali që nuk ja kemi dhënë hapësirën 36 vite. Dhe unë besoj që do vi drejt kësaj, sepse ka nevojë, është domosdoshme, edhe njerëzit duan të dinë ku duam të shkojmë, ku duam veni, kush janë ta njerëz që mund na çojnë përpara. So, ne kemi një parlament ignorantësh, kemi një parlament me diplomat vlera, kemi një parlament me më shumë doktoratura se parlamenti britanik. Problemi është që ajo shoqëri që ne duam ndërtojmë, si duhet të jetë ndryshe, dhe ne duam ta shohim këtë vizion. Edhe besoj që me diskutimet që kam parë edhe nga ata të mikrofonit, besoj që mund të ndryshojë situata, se është domosdoshme. Pra, unë e them me humor, opinionin e Blendi Fevziu dhe të Gritë Dumës do ta kthejmë në shesh. Shoqëria do të hapësirën e vet lirë, ku nuk e kontrollon kurkush filtrin e asaj që do dali si informacion, e vizionit që do artikulohet, por lihet një shoqëri e lirë, ashtu siç duhet ishte lënë prej 36 vitesh që është censuruar. Nga njëra anë ju thatë që kemi një parlament që pas pak do mblidhe dhe sot ignorantësh, referuar dhe diplomave dhe studimeve, por nga ana tjetër kemi një parlament në tentativë që po përgatitet një kuvend popullor. Ju jeni dakord me këtë mënyrë? Pra thirrja e një kuvendi me 300 anëtar, pastaj nga këta do zgjedhin 150, një qeveri teknike etj. Pra në këtë hulli. Mua më kanë bërë ftesë të bëjmë pjesë dhe nuk kam pranuar. Nuk kam pranuar për shkak sepse mendoj që bukuria e kësaj proteste është bashkimi qytetar. Pra bashkimi interesave ndryshme, unë kam interes për arsimin, dikush ka interes për mjedisin, dikush ka interes për shëndetësinë, na ka bashkuar gjithëve kundrejt një sistemi që nuk na është përgjigjur. Dhe në këtë kontekst unë besoj që ky organizim duhet vazhdojë i tillë dhe sigurisht që në momentin që le të themi gëzohet sistemi, pra qeveria apo kryeministri, jam i sigurt që do shkohet drejt një qeverie teknike dhe zgjedhjeve të përgatitura nga kjo qeveri, që kush mund të organizohet dhe të konkurrojë. Fundja fundit, pushteti fitohet me vota, nuk fitohet me një shtet paralel. Unë nuk e di qëllimin e vërtet të këtij kuvendi, nëse qëndron në organizimin qytetar, çdo kush sot e ka lirinë të organizohet. Sigurisht nuk duhet artikuluar që flet në emër të popullit, se nuk mundet të flasë në emër të popullit përsa ko nuk ka marrë miratimin e popullit, se këtë kanë bërë dhe qeverit 36 vjeçare, flasin vazhdimisht në emër të popullit, ndërkohë që vjedhin votat, marrin sidoqë vjedhin paran publike për të vjedh votat etj. Pra duhet shkojmë drejt një qasje ndryshe. Në qoftë se ka një pasur në lëvizje një forcë politike për luftuar tani brenda sistemit, por mënyra ha diskutim. Nuk di të them, për mendimin tim është kjo, e rëndësishme është që të vazhdojë organizimi qytetar, bashkimi qytetar, të krijohet kultura qytetare që nuk na duhen vetëm partitë politike për të bërë ndryshimin, në rast se ne jemi kritik, në rast se ne e shikojmë politikanin si shërbëtor dhe jo si hero, atëherë ne mund të ecim përpara si gjithë shoqëritë europiane. Në rast se krijohet le të themi një parti politike që gjithë energji e kthen në zhgënjim në të ardhmen, sigurisht që kjo është një shupllak ndaj gjithë zhvillimeve që po ndërmerren. Le të jemi të duruar, pasi durimi është forca më e madhe e kësaj proteste, sigurisht edhe reagimi paqësor, dhe do ketë kohë për organizime dhe për hapësira për të gjithë. Shumë për durim, sepse kjo anormaliteti mund të thejë dhe normalitet, pastaj edhe Dyler, pati momente që edhe çeta e mikrofonit nuk pati durim dhe shkoi u konfliktua dhe më mbajti në mënyrë paqësore protestonte, kur e dinte që do kishte reagim të fortë policor. Dhe ju e patë që nuk u kthye në mbështetje popullore.
edhe në numra, kur shkuan pra në një organizim nga padurimi më vete, numrat ishin shumë jashtëzakonisht shumë të pakët, madje ndoshta domun 30-40 veta sa ishin vetë, ndërkohë që në shesh vend të gjithë, sepse aty është bashkimi, aty është forca qytetare. Pra padurimi e tregoi në 3-4 momente protesta që nuk na çojnë në rrugën që ne do donim. Dhe unë besoj që tani duhet kemi durimin, pasi ndryshimet e mëdha nuk bëhen asnjëherë shpejt, madje ndryshimet e shpejta zakonisht çojnë në ekstreme të tjera, dhe ne nuk duhet të bëjmë gabimet e së shkuarës. Unë e kam përsëritur dhe përsëris, ne shqiptarë nuk është se nuk kemi ditur të rrëzojmë sisteme, ne kemi rrëzuar si duhet shumë sistem, problemi është që nuk kemi ditur të ndërtojmë sisteme më të mira se ato që kemi rrëzuar. Dhe që të ndërtojmë sisteme më të mira, na duhet reflektim, na duhet bashkëbisedim, na duhet raje idesh, dhe jo të kalojmë në ego për pushtet. Dhe po kaluam në ego për pushtet, ne pastaj fillojmë përsërisim gabimet e së shkuarës. Duhet kuptosh edhe ai organizim që bëhet momentan, le themi ky kuvend popullor, nëse bëhet vetëm nga nisur nga protesta, mosnjoja që individët kanë me njëri tjetrin nuk sjell forcë, sjell përkundrazi, do sjellë me kalimin e kohës diferenca dhe përplasje të mëdha. Dhe prandaj është shumë e nevojshme në këto momente të ketë duri, të ketë bashkim qytetar, sikurse qëndron protesta, dhe ju e patë që kryeministri, si thua, reagimi i kryeministrit dhe i qeverisë ka qenë shumë i nervozuar, duke dalë edhe nga një sjellje normale në momentin që protesta ka qenë e bashkuar në nivel qytetar. Në momentin që ne kaluam në situata të përplasjes, kryeministri keni parë sa i qetë ose është më i qetë në sjelljen e vet. Dhe kjo është mesazhi. Shoqëria është bashkuar, shoqëria nuk kërkon më heronj, kërkon sistem, dhe sistemi ndërtohet me dije, ndërtohet me përfaqësim dinjitos, dhe kjo është mënyra që unë besoj duhet të shkojmë përpara. Mendoni që do ketë një fund ndryshe nga i 2018-s pra, i studentëve? Patjetër që do jetë ndryshe, sepse protesta e studentëve tentoi të synonte këtë ndryshim, por forca e të keqes do të thosha, ose forca e sistemit atëherë ishte më e madhe, domthonë partitë si LSI-ja, PD-ja, edhe partitë opozitare ishin më të fuqishme dhe ndërhyn për ta shkatruar, kurse lufta që ka bërë SPAK-u në këto vite, pra që nga protesta deri sot, është jashtëzakonshme për t'i dhënë fuqi qytetarit. Ju shikoni që presionet e administratë nuk janë më si më parë, drejtorët janë më të kujdesshëm kur thonë mos shkonin protestë, më parë t'jepnin ultimatum.